gjithë dëshirë mundona me ndihmu dhe hava se të gjithë po them aty në aktivistëve që në mbar botën po veprojnë. Edhe mundohesh maksimalisht që ta mbaj gjallë idenë, ndjenjen dhe dëshiren e dashurin për folklorin shqiptar kudo që është kështu. Nuk priton me hec, cep me cep. Si folklorista, ke pa një dit atje në Manhattan, ra e puthi tokën e falenderoj atë vend, tha që na keni mu e kemi fitu lirinë, shumë faleminere se e murën vesh hiq këta Trumpi e këta. E ka marrë vesh, bile nuk shkoj shumë larg tani në formu ushtrin, ne edhe lejnë për më formu. Çato ditu formu ushtria është. Naimi that fala, Trumpi. Ha? Tha Trumpi bëni të fala Naimit. Po gjithsesi. Dy mos u kthej apo Amerikë u formu ushtria. Absolutisht. Po arti flet më shumë. Arti, sporti këtu flasin më shumë se shiqo politikajt me fol flasin, po rezultati nuk zon dhe më fjala aty në sa vjen sa zën e artistëve. E artistëve. Po edhe sportistëve. Sigurisht. Edhe unë mendoj se me të vërtet ne, jo veç ne si popull si jemi, po çdo kush nga vjen, domethënë këto janë mesazhet me të vërtet më të bukura dhe më të vlefshme që ne mundemi t'i japim. Se kush, domethënë se këto janë vlera që tonat janë. Nuk mundet askush të një marrë këto vlerat tona. Absolutisht. Si për shembull unë i falimenderom për çdo koncert, për çdo projekt edhe me të vërtetë nuk është veç puna e Filharmonisë, por është edhe puna e shkollave ku nxënësit gjerman si për shembull, komplet nxënësit gjerman që vinë janë të gatshëm, këndojnë me mu këngë shqipe, kombinojnë sende me mu, me muzicien gjerman, domethënë që aq janë të interesuar, edhe si për shembull mjafton veç si për shembull koncertin 25 maj kur do të bëhen në Filharmonia, aty janë diku 3000 veta që do të jenë publik. Domethënë në atë moment 3000 vesh. Dhe është Filharmonia e një republike, sa Hamburgu është republikë, është 8 vete i madh. E ndëgjojnë tonin e çiftelit, domethënë 3000 vete marrin vesh se çiftelia është instrument shqiptar. Ato 3000 vet i tregojnë dikujt bëhen 6000. E kështu domethënë këto janë mesazhe që shkojnë dhe dikur domethënë me vërtet janë mesazhe si tha dhe Fatmiri, qoftë në anën sportive apo në anën arti, domethënë veç me këto gjëra ne mundemi tregomi se kush jemi ne si popull. Absolutisht. E po mirë, këtu, neve do të bashkë me Bajramin edhe me pjesën tjetër të orkestrit, do të mundohemi t'ja u krijojmë kushtet me na performu diçka bashkë me Fatmirin. Fatmiri nuk guxojna me lon, se bashkë me Bahri Rashidin janë të iknu do konë të dhezta, e të nxehta. Që parodi më të bukur nuk e pa, po na i kanë shpotit fort politikajtë, mos po na prishin punë kënjeni. Jo, ti puna, na flasim ti puna, Bajram, sa hunë. Mirë, Fatmir, hava më tha se keni ushtru diçka të veçantë, për një pjesë të veçantë, e keni kompozuar, shkruar tekstin për këtë pikë që do merr pjesë në një event të fuqishëm të Filharmonisë së Hamburgut. Po, me tekstin Milajm Islamit, një vi melodike ja kom bëunë, ato do ta përdor hava në një eveniment apo një ngjarje kulturore që do të bëhet në Hamburg. Edhe varet për saj tash si. A mund tash dëgjojmë pak atë para se me shku te kënga e parë? Apo s'doni me zbulu? Nuk doni me zbulu? Mos e zbuloni. Okej, mos e zbuloni. Po që ta dini, kemi me zbulu. E po mirë, atëherë ç'a dojna me këndu? Do të këndojmë këngën Fërfëlloj Fëllënzjanuj. Ç'a është fërfëllima? Ti që jeton në Gjermani. Fërfëlloj do të thotë fëllënza hyn ujë. E fërfëllon. Kjo fëllënza? Qa është ajo, në i farkula, pota? Fëllënza është një shpes. Një shpes është, sa bukur. Faleminderit, po është shumë vështirë disa herë kur vërtet je kështu me dëgjua, edhe ka momente ku vërtet një fjalë gabon edhe gjithkohë jetu mendu si ke shqip. Si ke shqip, a? E kalon një pjesë tjetër, gati, a? Si ishte shqip kjo? Mirë. Kjo thëllënza, se është e mirë, thëllënza, është sinonimi fjalës së mirë. Nuk është kaqubet. Kaqubet? Qa është kaqubeti? Nuk e di. Nuk e di na? Shqyr që e din qa është thëllënza. Ja themi thëllënzës. Mos është mashkullor, nuk e di.
Pa i tash mashkullor duhet me qenë se është i rrezikshëm e bjen rap e zen. E po bukur. Atë le t'ja themi këngës. Fërfëlloj thëllën zanuj. Dili prej ju I të mos të shkurë, fëllëzo, 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 fëllëzo. Hybe unë ty nuk të ngasë, sollë për floke sho të përkasë, të sho aje bardhe, aje ambëlo por si dardhe. Fërfëlloj, fëllën zjanuje, fëllëzo, 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 fëllëzo. Dili prej ju I të mos të shkurë, dili prej ju I të mos të shkurë, fëllëzo, 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 fëllëzo. Tybe unë ty nuk të ngasë, sollë për dore o të përkasë, të sho aje zeshke, aje bute o por si pjeshke. Fërfëlloj, fëllën zjanuje, fëllëzo, 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 fëllëzo. Dili prej ju I të mos të shkurë, dili prej ju I të mos të shkurë, fëllëzo, 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 fëllëzo. Hybe unë ty nuk të ngasë, sollë për syri o të përkasë, të sho aje bukur, aje rumbull o por si kumbull, të sho aje bukur, aje rumbull o por si kumbull. Shumë bukur Hav. Faleminderit shumë. A ju ndodh në familjen tuaj Hav që mblidheni bashkë dhe me të thonë baba apo "Ço Hav, merre çiftelin e thuja një këngë." Baba im fatkeqësisht nuk jeton më. Por për cilësi si familje edhe si fëmijë më kujtohet, I kam për ato kujtime ku jemi mbledh bashkë, kemi këndu së bashku, dhe sot Edhe sot mblidheni. Sot normal njeriu sa më kur rritet aq më angazhumi dhe aq më pak dhe kohë dhe të shkojsh të bësh ato vizitat familjare si më përpara, por ka dhe tani her pas here momente ku mblidhemi dhe dy vëllezërit e mi. Kush ja thot më shumë, vëllezërit apo Hava? Apo bashk? Përzim diçka. Me që na e the të vërtetën se baba juaj nuk rron më, unë dëshiroj që të kërkoj nga publiku dhe nga të gjithë që t'i bëjmë një homazh me shumë duar trokitje. Edhe që t'jeti lumtur në atë botë për vajzën e tij të shkëlqyer që e ka në Gjermani, që është mësuese gjermanishtes, e që është këngëtare e mirë, e performuese e mirë e çiftelisë, edhe që është ekonomiste e mirë. Cilat shifrat të ekonomisë I mban? Edhe të familjes a I mban? Jo, a veç tuat? Mundo. E po,
Është karakteristike Po, shumë. ma e afërt, u them. Është veçantë hava e kam fjalën për diasporë sepse qëllimin e saj ka ta njoftoj vetëm opinionin e Gjerman. huaj. E huaj huaj. përgjithësi me çiftelinë dhe me folklorin shqiptar. Ka edhe shumë aktivistë tjerë, por me sa kam pa unë është shumë aktive. Do të thotë vetëm me gjerman i bën të gjitha ato performanca. Edhe pse nga ana tjetër me shqiptarë ka shumë aktivistë që punojnë, por na duhen shumë njerëz si hava të cilët do ta njoftojnë opinionin botëror, sakt kulturën kulturën tonë. e bukur, ta bani